Atë që ta shëllëzë po vazhdojmë me meselin e radhës është kush duhet në falë namazin e gjenazës, pra kush duhet me i pri, me dalë imam për namaz të gjenazës. Në Hanefite kanë shkurtu këtë meselin pak ma shkurt, ka thonë fillimisht për parësi për me dalë imam në namazin e gjenazës ka sultani, nëse me pjesë. Sultani është fjala nëse ka shtet musliman. Edhe udhëheci është besimtar musliman. Edhe din çka është namazi, falet, nëse ai merr pjesë në një varrim, ai ka përparësi. Për shkak të pozitës që ka. Nëse kanë thonë nuk është sultani, nuk merr pjesë, e që tek ne mundet me kom deri dikon me lyq atë rol, mëftiu për shembull i lanit, sepse përfason muslimanët e këtij lani dhe është posti më i lartë fetar në këtë vend. Nëse udhëheci sultani pra nuk merr pjesë, atëherë sipas mëdhëbit përparësi ka imami i lagjës të vdekurit. Imami i xhamis ku fale ose i lagjës së të vdekurit, sepse kanë thonë dashurëzër, ai për së gjalli o fal mas ti imami dhe ky ka tash përparësi për me ja falë namazin e gjenazës, e nëse do me dhonë diku tjetër përparësi pas imamit, atëherë janë antarët e familjes si pas afërsisë. Kanë thonë, përparësi ka baba para djalit. Pra baba ka përparësi një falë gjenazën para djalit. A ka mundësi kështu me ndodhë? Me kanë edhe baba edhe djalit me falë gjenazën kujna i bjen? Kush ka vdekë këtë rast? Që së të din të ka me afrojnë baba me afrojnë djallit, kush ka vdekë? Ka vdekë baba djallit e djalli babës. Pro babgjyshi është gjallë, edhe nipi është gjallë. E ka vdekë baba në mes. Tash ka përparësi ka thonë, ka baba me afrojnë djallit vetë, pro babgjyshi se sa, djalli me afrojnë babës vetë. E keni të kjartë. Kurse ka të kjartë, këthejet të honi, asë të këveni këtë haleti, pro dhe kamera në zhata. Kjo është meselja e parë. Meselja e dytë, dashur vëllezër, është mënyra e faljes së namazit të gjenazës. Tek mëdhëbet ka pak dallime në mënyrën e faljes së namazit të gjenazës në disa çështje. Po disa i kanë të përbashkëta. Namazi i gjenazës i ka 4 tekbire. Dhe kanë thonë dietarët se cili tekbir e lun rolin e një recati. Disa mëdhëbin Hanbeli ka edhe më tepër, mundet me 6, mundet me 7 tekbire më marr. Sidoqoftë mëdhëbin Hanefi dhe mëdhëbet tjera janë 4 tekbire. Pas tekbirit të parë, në mëdhëbin Hanefi falenderohet Allahu. Edhe të Malikit. Falenderohet Allahu, respektivisht këndohet subhanallahu. Mëdhëbin Shafi dhe Hanbeli kanë thonë duhet mu këndu elhamdi. Sepse bazuar në një hadith që ka thonë profeti selam nuk ka namaz pa e këndu elhamdi. Andaj kanë thonë edhe kjo është namaz dhe duhet me këndu elhamdi. Po kështu nuk kanë thonë mëdhëbi Hanefi, qysh veprohet e këni. E marrin tekbirin e dytë, duart ngriten, sipas mëdhëbit Hanefi, vetëm tekbirin e parë, sikurse edhe në namazet tjera. Vetëm tekbirin e parë, po vetëm herën e parë kur të theni Allahu Akbar, ngriten duart tek veshët.
Në tekbiret tjera nuk ngritën duart lartë, po në disa mëdhëve po. Rregull është. Na po vazhdojmë sipas mëdhëve tu. Pas tekbirit të dytë këndohet salavatet. Pra biem salavat mbi profetin alayhi salatu wasallam. Pas tekbirit të tretë e bëjmë duan, lutjen për të vdekurin. Burr, grua, fëmijë, varësisht qysh ashtu e bojnë edhe duan. Pas tekbirit të katërt japim selam dhe përfundon namazi i xhenazës. Disa prej hoxhallarëve, dietarët më dhe kanë lidhur. Anton është mirë me këndu dhe në do. Për shembull, e kanë përmendur Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Me këndu pas tekbirit të katërt. Disa kanë thonë, por nëse nuk këndon, është në rregull. Namazi i xhenazës përfundon. Në mëdhëbin Hanefi jepet selam në të djathtë dhe selam në të majtë. Në mëdhëbe tjera, Hanbeli dhe Shafi jepet selam vetëm në të djathtë. Andaj e ka ndodhur nëse kush ka shku në Qabe dhe në Medinë, ata japin selam vetëm anën e djathtë. Vetëm anën e djathtë dhe kështu përfundon namazi i xhenazës. Është mirë të dashur vëllezër me mësu, sepse është i mirë. Dhe në ditë s'ka me knu. Janarëve të vorët e mi thonë muslimanëve burrave plesh ka njëherë. Po dhe më shkrofshin plesh. Kur se din këto, kënën e këto, kur se din këto, kur se dini, bëni diçka që të. Vallahi këtë marrë për muslimonin, mos me ditë elhamin, e marrë për muslimonin, mos me ditë salavatet, e marrë për muslimonin, mos me ditë donë. Marrë. Shku me nejtë qështu mu lidhë, edhe mos me knu kur gjo, për që ke shku ti? Por Zotin e përmisuft, andaj mësani dashur vëllezër, se tash nuk ka qletë. Këto e kemë parasysh që i dinë shumica e besimtarëve, por duhet me mësu. Mesela e radhës dashur vëllezër është hapja e varrit. Hapja e varrit si gjatësia dhe gjënësia sipas kufomës. Kurse të thellësia, ka thonë dietarët, minimumi sot gjysa trupit, po del shumë, për një shumë që të është gjysa trupit, po me kom pak ma vellë është ma mirë, sidomos për disa mirë në ishti ma vellë. Zëti po thajë. Allah në përmesu në të botë. Asha zëti. Dhe zëtë të qalë dhe në ishti thajë. Se mundi me dalë. Së ndalin për petute. Petute e kemë. Po e ka. Si të shumë ashtë vëzër, kanë thonë sot gjysa e njerit, edhe pak me qenë ma e thejë vari, është në rejë. Hapja vërë është vëzër i ka dy mënyra që janë përmendur në për librat të dietarëve të fikut. Mënyra e parë i thonë lahd. Lahd është në anën e djathtë, ka kibla e varrit, në fund të varrit ka kibla. Ka kibla të varrit, mu hap në farllaj dollape, sa në zën xhenazë. Kështu kanë thonë është mirë ku është toka e fortë. Këtu tek ne ku dush se është e fortë. Me mundet me qenë ka Arabia, ku është zalline, kështë të rrallë mundet. Ku është toka e fortë, kanë thonë është ma mirë me qenë lahd. Lahd është anën e djathtë të varrit, më ja hap në farlloj dollapi, edhe që atë me shtit të vdekur në krahun e djathtë. Qështu është një pacifikë. Të në nuk praktikohet, në Arabi qështu i shtit. Ose, ka dhe nëse toka është e butë, është mënyra tjetër
Shak është me bon një grup të vogël në mes të varrit në fund. Pra në fund atë ku qelet varri, me qelet edhe një fardollapi sa në zem të vdekur dhe me shtin kradiat. Të rak ka dole, edhe selamu alaikum, zotin i muftë. Edhe neve këqëkëm, se pasha të zotin letë në kohëriq. Letë në kohëriq. Dhe pastaj me mja palu do qërpesh ka thonë. Në këlliva të fikët e gjonë do qërpesh, thjesht. Sepse ajo është dëvar, ato gjithë shka mas do të dite, mas do vjetë, për zonë, komu të redë, nuk o nevoj ato me shku me zirë, mermer ose drasat special. S'ka nevoj, më rëndësia është më varros, mos me ra dhejut kufomës në ftyrën të, edhe që kjo, edhe më mbullu. Tek ne praktikohet ndryshe, si kurse edhe për mos me qelë që të dalapin e qëto, e shtin ja qesin drasat për mi që mos me ra dhejut, dhe për mi dhaun pak krah, sepse thash është mirë i vdekurin mu vendosë në krah të djatë i këtyn për i kibles. Që ashtu është mas mirë, në pas mundësi. E tek ne për mja përgo, pak që ka bojnë? Ha? Atë një basit të krah i shmojt, në cu pak për i kibles. Pra është një farë, është që kjo mundu me praktiku që të dhe prem ose që të praktik që ka përsit profeti Alehi Salatu Alehi Salatu. Qysh me futë të vdekurin, mirë është nëse ka mundësi i vdekuri më futë në vërë ka ona e kibles. Ka ona e kibles. E keni parasysh tash. Hapja varrit, ka ona e kibles, prej që se janë e mëllështu ka dole, mëllështu në varë, nëse ka mundësi. Nëse nuk ka mundësi, edhe në një të tërë qoftë prej ka ona vartë, ose ka ona e kokës, nuk është problem pastaj. Por, ma mirë është që nga ona e kibles më vendosë gjenazja, dhe më ka pastaj e mëllështu pa. Gjatësimit në vartë të tashëllëzër, është mirë me thonë, ta që e kapin. Bismillah ala millet e Rasulillah. Me amër të Zotit dhe si pas miletit, umetit, mësimeve të profetit. Dhe me të shumë në varë. Pasit shumë në varë, shka bëhat? Një haru. Se disa ose bjenë farë në afru të varë. Zgjidhet ato lidhëse të cilat e kanë një rëllë. Për mos mu qkep, mos mu qelë qefini gjatë bartjes, që atë rëllë e kanë. Pse lidhet qefini, shkak që mos mu qkep, mos mu qelë, mos mu gjatë bartjes. E kur të futet në varë, maja nuk është e rrezik, andaj zgjidhet 3 vena që lidhet, që ato të trijat, ato njët zgjidhen, e pastaj fillohet më mbulu gjenazja me dhej. Mirë është që me qitë pak dhej, një atrik por grushta, mirë është një atrikacia, me pas mundësi, është se vatë. Ato do në mlu krejt, po krejt në ashta me të torë mundësia, një atrikacia qëti, sepse është se vatë. është bo një shprehi jo mirë të dashur vëllezër, ta shkove të fundit, që xhamat po ka shumë, po pak po marrin pjesë në mbulim të ka, alhamdulillah, nuk ka vllazëllak të mirë të organizuar në rregull. Po në disa raste 4-5 vet, anë 1000 vet këshyrin për rreth, sikur bableuka. Më dhej, ka 2 metra, 4-5 vet marrojnë të gjuhë bën botën rruese,
u qu rahmeti, edhe bereqeti, edhe ranin këtë millet ko gjashëm. Zotë në përmisot. Mbullohet varri dhe qëta dhej qka është dollë, kthejet prapë në varë. Me qëta dhej prapë mbullohet. Tek ne për shkak të drasave që ja vendosin prej fundit deri në majët e varrit, jetë dhej kogjashëm. Jetë dhej kogjashëm, edhe qohet varri pak më nalë, ma mirë kish me qenë një plan me gjysh, 2 plan, por ata dhej varrit do të më kthyti e lali, kështu që edhe nëse ngelet pak më nalë, nuk është e lash, si ta mos kërkovarosin disa me sanak, edhe sanakat më dhej, për qëtë zisa ku bëgë dhej, ata kej do të me lanë të ne për jetë, për që të varri shumë nalë për hajresha. Mbullohet, janë disa mesele të rëndësishme të shëndëzër, po do t'i sqarojmë javën tjetër. A bën me shkru, a bën me maru guri, a bën me maru mërmer, sa do të me kom për mendërja modhe, sepse mërzit shumë për shembull, sa kështu në radhë, a bën këto mesele të rëndësishme, dhe cilat janë pastaj obligimet, dhe cilat janë rregullat për të paume, për të sezona, do t'i sqarojmë inshallah taala në javën e ardhshme, nga se koha është në përfundim. Zotin na pluf përfundimin e mirë, ja Rabbel Alamin. Allahu shpirtin me imana mort, ja Rabbel Alamin. Allahu varrin në ndri qoft, ja Rabbel Alamin. Allahu me veprat mira na mundsof me shkut Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu na mundsof mu pëndu sot, hiç mos ne prit nesër, sepse nuk e din për shëllëzër kur e kena përfundimin. Allahu i nderoft hadi xhamat, pse ka shumë